Përse profeti Muhammed e shkunte 3 herë dyshekun para se të flinte. Shikojeni këtë insekt në foto. Ky insekt flen me ty çdo natë. Fotoja e saj është e zmadhuar disa herë me mikroskop elektronik. Ai jeton në dyshek në batanie, në jastëk e tjerë. Rruga më e mirë për të larguar këtë insekt është vendosja e dyshekut në diell, sepse ai është delikat ndaj dritës së diellit. Duhet ditur se ky insekt nuk ndikohet nga larja. Shkundja e dyshekut 3 herë para fjetjes është një traditë që shumë njerëz e kanë braktisur. Kjo shkundje ka mrekulli shkencore. Shkencëtarët e dietarët e nderuar kanë konstatuar se kur njeriu flen në shtratin e tij, qelizat që vdesin nga trupi i tij pihen në dyshek. Kur njeriu zgjohet, këto qeliza të vdekura mbesin në dyshek. Kur flen përsëri, vdesin përsëri qelizat e tjera dhe këto qeliza oksidohen dhe hyjnë në trupin e njeriut. Ato shkaktojnë shumë sëmundje, Allahu na ruajt. Këto qeliza nuk shihen vetëse me mikroskop. Perëndimorët janë përpjekur për ta zgjidhur këtë problem. Ata bën larjen e dyshekëve me lëndë pastruese, por pa rezultat. Ata përdorën të gjitha llojet e pastrimit, por këto qeliza nuk u zhdukën. Një dietar perëndimor e shkundi 3 herë me dorën e tij dhe pa që qelizat u zhdukën. Ai u gëzua sepse buloi se duke e shkundur 3 herë dyshekun, qelizat e vdekura zhduken nga ai. Një musliman i tha: "Këtë gjë e ka thënë profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, më parë, i cili ka thënë: Kur të flini në shtratin tuaj, shkundeni 3 herë dyshekun dhe mbulesën e tij, sepse nuk i dihet se çfarë ka lënë në të më parë." Mirë po duhet të dihet se kjo çështje përmban mirësi më të mëdha se kjo që përmendëm, sepse nëse Allahu i madhëruar dhe profeti i tij i nderuar na ndalojnë nga diçka, këtë e bëjnë sepse në të gjendet dëm për shëndetin ton. Allahu i madhëruar thot: "Vërtet Allahu është i gjithëmëshirshëm për ju." Gjithashtu thot: "Ne nuk të kemi dërguar ty, veç se mëshirë për mbar botët."